Në kuadër të 7 marsit, Zyra Vendore Arsimore Shkodër ka organizuar një sër aktivitetesh përgjatë gjithë javës. Një prej tyre Panajiri Karrier Shkolla Qendër Komunitare Ardhezeje, ku ekspozuan punime, projekte dhe iniciativa që pasqyrojnë jetën dinamike të shkollave të Bashkisë Shkodër. Qëllimi i programit Ardhezeje është për të risjell traditën në shkollat tona, për t'i edukuar nxënësit tonë me atë çka ne kemi të trashëguar nga të parët, nga zonat të veçanta ku janë të vendosura shkollat, por pse jo, për gjithë qytetin dhe për gjithë Bashkinë e Madhe Shkodër të njihet me vlerat kulturore të gjitha zonave që Shkodra mbulon, që është një prej rajoneve që ka një shtrirje më të madhe gjeografike në gjithë Shqipërinë. Ky panajer sjell frym të rinisë, sjell bashkëpunim ndërinstitucional, shohim gjana të reja të cilat nëse deri tani nuk janë bë, ne mund t'i bëjmë në vazhdim dhe fëmijët njihen me njëri tjetrin dhe si me thënë zgjerojnë sferën e veprimtarisë tyre. Ne jemi shumë mirënjohës për mësuesit tanë dhe i falenderojmë për ndihmën e tyre gjatë këtyre viteve. Mbështetja tyre është gjithmonë një ndihmë e madhe për ne. Faleminderit mësuesa. Panajiri solli një atmosferë festive dhe krijuese duke vënë në qendër talentin, përkushtimin dhe punën e përditshme të nxënësve dhe mësuesve. Aktivitetet në kuadër të javës së mësuesit vijojnë si një vlerësim për rolin dhe kontributin e arsimit në komunitet.